Mendja intuitive është një dhuratë e shenjtë, kurse mendja racionale një shërbëtor besnik. Ne kemi krijuar një shoqëri ku nderojmë shërbëtorin dhe kemi haruar hynoren. Më pëlqen ta nis me fjalët e këtij shkencëtari të madh, i cili ka nxjerrë në pa një gjendje konscience aktuale krejt të gabuar dhe materialiste. Nëse keni atë zë brenda vetes që në subkonsciencën tuaj ju thotë që ka diçka më tepër se ajo që ti po jeton, atëherë jeni në vendin e duhur. Ne nuk mund të jemi vetëm një qenie e cila frymon dhe jeton për të konsumuar. Mendja racionale si krijesë artificiale, e krijuar ndër vite, është në piedestal duke na udhëhequr dhe duke krijuar realitetin ton. Nuk mund t'i besojmë asaj e cila ka fillesën nga traumat tona dhe rregullave të shkruara ose jo, të cilat na janë imponuar nga shoqëria, familja apo qoftë edhe rregullat universale. Është një proces i gjatë dhe i vështirë, pasi do duhet të vrasim atë që ne quajmë identitet. Do na duhet të eliminojmë ato role me të cilat identifikohemi për të krijuar kështu një pavarësi. Dhe për të dalë nga Matrix, duhet që uni jon të pësojë një vdekje, por jo duke e vrarë, por duke e pozicionuar atje ku nga krijimi ka pasur vendin e vet. Do mundohemi të jemi më të thjeshtë, duke evituar terma komplekse për të shpjeguar një proces të komplikuar. Ky kanal nuk do të jetë për të gjithë, por vetëm për disa që kërkojnë të vërtetën, ku e vërteta ime përputhet me të vërtetën tuaj. Do të flasim për suksesin, jo atë suksesin që shumica njohin dhe dinë në materje. Do të flasim për atë suksesin që vjen nga brendësia jon, ku lojrat e materjes nuk e prekin dot. Do të flasim për atë suksesin e pavarësisë, lirisë, ku nuk do të jemi të varur nga duart trokitjet e njerëzve, ku do të jetë i njëjtë dhe atje ulur në mes të pyllit ku je vetëm ti. Nuk po bën një renditje bazë të atij informacioni i cili duhet të jetë mirë rëndësishëm apo jo, po ja lë gjithçka prezencës sepse mendoj se naturaliteti është më i vlefshëm se çdo renditje që mund të vijë nga mendja. Në fillim duhet të kuptojmë një gjë shumë të rëndësishme. Çdo mendim i joni krijon realitetin ton. Është një nga ligjet që ka zbuluar Einstein. Mendimet tona ka një frekuencë të caktuar, prandaj në jetën tonë të përditshme rezonojmë me një rreth të caktuar njerëzish. Çdo kush nga ne ka një trup dhimbje, i cili rezonon me trupin e dhimbjes së dikujt tjetër që futet në jetën tonë. Çdo gjë që ndodh në çdo rrethana të cilën ndodhemi ka një qëllim, dhe prandaj rastësia nuk ekziston, ose të paktën ajo që ne quajmë rastësi. Personalisht rrugtimi im ka filluar para shumë vitesh, në mënyrë natyrale, dhe sot e kësaj dite vazhdon me një uri marramëndse dhe një dëshirë të madhe për të mësuar atë që unë e quaj e vërteta. Quhet midis portave, se do duhet të ngjisim disa shkallë të cilat sa herë që i ngjisim, na japin çelësin e një porte të re, duke na treguar një shkallë tjetër të vetdijes. Këtu do të mësojmë atë që e kemi haruar, duke mos u munduar ta vrasim të vjetrën, por duke e transformuar dhe të i kaluar. Pak më lartë folëm për mendimet tona, të cilat posedojnë një vibrim të caktuar, të cilin ne emanojmë në materje. Kualiteti mendimit ton krijon atë që ne i quajmë realiteti jon. Kështu që nëse dëshirojmë të rrisim kualitetin ton, duhet të rrisim frekuencën e mendimit dhe gradualisht ta mbrojmë duke mos e lejuar që ta afektohet nga energjia që na rrethon. Besoj se secilit prej nesh na ka ndodhur që të ngrihemi në mëngjes me energji pozitive dhe sapo të hapim derën, një situatë e caktuar na ka ndryshuar komplet ditën. Energjia është ngjitse. Nëse nuk e keni në kontroll, nëse do të mund ta materializonim, do ta krahasonim atë erën e parfumit që e ndejm sapo futemi në një dhomë, ku erën atij parfumi e marrim me vete. Duket e thjesht, mjafton që të mendojmë pozitivisht dhe ja ku ndryshuam realitetin ton, po për fat të keq është një proces shumë i ndërlikuar. Duhet të kalojmë shumë labirinte, ndonjëherë edhe iluzionare, sepse mendja është e përbërë pikërisht nga kjo materje. Më vjen në mendje një thënie nga Krishnamurti. Forma më e lartë e inteligjencës njerëzore është aftësia për të vëzhguar pa gjykuar. Dhe jo, nuk po flas në gjykimin e cekët se si ne e përdorim fjalën gjykim. Po flas për atë bagazhin që ne kemi, duke identifikuar ndodhit, dukurit, idetë tona të së mirës dhe të keqes, të bukurës dhe të shëmtuarës dhe kështu me radhë. Jemi qenie që njohin shumë pak mendimet tona, dhe si rjedhoj nuk kemi në kontroll atë që ne vibrojmë dhe atë që ne emanojmë në materje, dhe aq më pak aftësinë për të menaxhuar energjinë tonë.
Mendimet e vetëdijshme zën një pjesë shumë të vogël dhe të papërfillshme në jetën tonë. Ndoshta mund të vendosim se çfarë të veshim, ku të shkojmë, çfarë do ham, por në të shumtën e situatave ne udhëhiqemi nga e pavetëdijshmja jonë, e cila krijon dhe realitetin. Prandaj dhe për shumicën e njerëzve të cilët mundohen të krijojnë mendime pozitive, teoria e tërheqjes nuk funksionon. Për të manifestuar një dëshirë ose një mendim pozitiv, gjithë qenia jote duhet të emanojë në të njëjtën frekuencë. Nuk është një proces i jashtëm, është një gjendje dhe është një proces i brendshëm. Bindjet e tua bëhen mendimet e tua. Mendimet e tua bëhen fjalët e tua, fjalët e tua bëhen veprat e tua, veprat e tua bëhen zakone dhe zakonet tona krijojnë fatin tonë. Është një proces zinxhir që po ta shikojmë fillesën e ka nga bindjet tona, ose nga ajo që mund ta quajmë ndryshe gjykim. Gjykimi ose bindjet tona kanë një lidhje shumë të ngushtë me emocionet tona, por këto të fundit janë një proces të jetë i komplikuar. Nëse do të flisnim për mendimet, mjafton pak prezencë, pak minutë qetësie dhe do vinim re fluksin e mendimeve të pakontrolluara që na kalojnë në mendje. Janë me miliona mendime sepse mendja si natyrë asocion çdo figurë në një kujtim të caktuar dhe kështu me radhë krijon pafundësisht mendime. Nëse do të vëzhgonim për një minutë si një palë e tretë, duke u bërë observatori mendimeve, do të kuptonim që nga një këngë do të shkonim tek një person. Nga ai person do të shkonim në një vend, nga ai vend në një situatë dhe kështu me radhë. Futesh në iluzionin që ajo krijon dhe nuk ke aftësinë më të vogël për të kontrolluar mendimet e tua. Mendja racionale duhet të na shërbejë që ne të manifestojmë jetën tonë dhe nëpërmjet kontrollit të këtyre mendimeve mund të rikrijojmë ashtu siç dëshirojmë dhe jo si të na imponohen. Një praktikë që personalisht e kam ndjekur dhe që do ta sugjeroja është praktika e prezencës. Do të sugjeroja blerjen e një objekti që unë gjatë praktikës time e quajta ego, i cili duhet të jetë një bërzylyk, një varse ose një unas, diçka që të jetë në shërbim të kësaj praktike dhe ta keni të pozicionuar diku ku syri e shikon shpesh. Do të ishte më mirë të blihej pasi objektet që ne i kemi jemi mësuar t'i shikojmë dhe nuk e kemi atë lidhjen që një objekt i ri do të krijonte me qëllimi. Gjithmonë që ne do ta shikojmë këtë objekt, do duhet të vëzhgojmë mendimet tona. Do të çuditesh dhe vetë se sa shumë mendime kalojnë në kokën tonë pa u vënë. Në fillim prezenca jonë do të jetë shumë pak sekonda, po me kalimin e kohës kjo prezencë do të rritet dhe gradualisht mendimi nga mendimi do të krijojë një hapësirë. Sa më shumë praktik, aq më shumë prezente do të jeni ju dhe ne në jetën tuaj. Gjatë praktikës së prezencës, përveç faktit që mendimet tuaja s'do kalojnë pa u vëre, do të kuptoni dhe lojrat e mendjes apo egos tuaj. Do të kuptoni rolet me të cilat identifikoheni kur komunikoni me njerëz. Do të shihni se si në një situatë të caktuar dalin në parole që ti nuk je i vetëdijshëm që i ke. Praktika e prezencës të jep mundësinë që përveç analizës së natyrës të egos tënde, të krijon mundësinë që dhe të kontrollosh reagimin. Gradualisht do të vësh re sinjale të cilat të krijojnë mundësinë dhe aftësinë të kuptosh kur fjalët dhe ajo çfarë emanon, gjendja e brendshme nuk janë në sintoni. Gjatë kësaj praktike, ato që do të jenë rolet të cilat ti identifikon nuk ka nevojë ti studiosh dhe ti japësh emër. Mjafton ti vësh prezencë, ti pranosh pa gjykuar veten tënde dhe ato gradualisht e humbasin atë fuqi hipnotizuese që kishin më përpara. Është njësoj si të futesh në një dhomë pa dritë, ku vështirësia për të ecur se mos pengohesh dhe rrëzohesh, duke suponuar ku mund të jetë një karige apo një tavolinë është e pamundur. Kështu në momentin që ne hapim dritën na shfaqet gjithë kuadri. Kështu pra, në momentin që ne jemi prezent, edhim dritë me mendimet tona dhe duke njohur atë që në kuptim figurativ e quajmë armik, dim edhe se si ta luftojmë. Sa më shpesh të jetë prezenca jonë, gradualisht do të arrijmë në një gjendje qetësie. Mendja jonë e paorganizuar dhe hipnotizuar nga mendime do të bëhet më lehtë për të menaxhuar. Do të krijohet ajo hapësira midis mendimeve dhe pikërisht te kjo hapësirë do të kapim atë frekuencën pa mendim, e cila na ndihmon edhe për të medituar. Kjo vjen në mënyrë natyrale.
Nuk ka nevojë për ndonjë sforcarje nga ana juaj, mjafton që të jeni prezencë, ta pranoni atë që njihni dhe kuptoni për veten tuaj, pa gjykuar, dhe pjesa tjetër ndodh vetë. Nuk ka nevojë të kuptoni prejardhjen në një lloj identifikimi apo të analizoni se ç'a është, nga kush e kam trashëguar. Mjafton të hidhni dritën e prezencës dhe ajo bëhet e pafuqishme për t'u komanduar juve.